Përshëndetje, faleminderit juve. Surpriza më e madhe duket se është nga lëvizja vetëvendosje që tashmë ka marrë edhe një hoxh brenda listave, brenda partisë. Pra Albini nuk e çoi deputetët në xhami, por e mori hoxhën aty. Po, realisht kemi një konglomerat të kandidatëve për deputet nga partitë politike, kemi këngëtar, artist, tashmë edhe hoxh, pra majtas, djathtas, nuk me bindje, pa bindje, pra gjithë janë bërë bashkë thjesht për çështje interesi. Duket se politika i ka, si thot një fjalë publik, i ka shashtrisë këtë milet edhe tashmë. Edhe kjo nuk pritej kjo e hoxhës, se deri tani s'kishim parë që një hoxh thynte në lista dhe kishte kandidat për deputet. Absolutisht as nuk duhet ndodhte, për kjo një gjë e tillë nuk besoj që i bën derë as vetëvendosin kuptimin asaj që nuk po e gjykoj personin fjalë si individ, thjesht për pozicionin që e mban. Pra, unë mendoj që hoxhallarët duhet me qëndru në xhami, këngëtarët duhet me qëndru në koncerte, artistët duhet me qëndru në teatr dhe politikanët duhet me qëndru në politikë. Vetëm derisa nuk bëhet kjo ndasi, po themi, qysh nga Platoni etj, pra nuk mund të ketë një lloj rikonstruktimi të mirëfillt të shoqërisë, edhe politika nuk mund të shërbejë qytetarët, po do t'ju shërbejë thjesht grupacioneve të ndryshme. Dhe besoj që këto lista janë vërtet në kuptimin e përgjithshëm të fjalës, jo vetëm vetëvendosis, po flas për gjitha, janë shumë të varfra nga cilësia. Pra, ka mjaftuar që të ketë, si duket, partitë politike kanë shkuar tek individ cilët mund të tërheqin vota. Pra, kanë kapur njerëz cilët mund të kapin vota, por jo që mund të ketë cilësi. Dhe kjo prandaj edhe jemi ku jemi. Pra, me 51% partia më e madhe ka çuar vendin në zgjedhje. Kjo unë nuk di në histori njerëzimi që ka ndodhur kështu, s'poku nuk di, nëse dikush delet ma thot, po që një parti ka fitu 51% vota dhe ka dërguar vendin në zgjedhje. Kështu që këto anomali të llojit vet janë pjesë përbërëse edhe të atyre që i diskutu më herët. Faton, me që jemi tek vetvendosja, çfarë personazhi është ky hoxha Osman Mysliu, në të gaboj? Ka ndonjë të shkuar? Ka ndonjë impakt? Pra, kur ti po tenton të futet te komuniteti musliman, çfarë dim për këtë? Po, ky është nga rajoni i Drenicës, pra bëhet fjalë për një person i cili ka varros ti Ashar, pra familja Ashari ka varros. Pra ka një ndikim në kuptimin në zonën e Drenicës. Po e përdor për të hyrë në Drenicë. Po, pikërisht për këtë, pra si një atu për të kapë disa vota në Drenicë, aty ku Partia Demokratike e Kosovës tradicionalisht ka bastionin e saj dhe ka dikun 70-80% tradicionalisht votave. Kështu që zoti Kurti thjesht po tenton të futet edhe në rajonin e Drenicës vetëm në bastion që nuk ka mund pothuajse deri më tani t'ja marrë ta thyë, kështu që po tenton edhe atje në kuptimin për të bërë disa vota më shumë, e cilat do të mbulojnë një pjesë të zbrazur që kanë lënë disa antarë të lëvizjes nga lëvizja vetëvendosje që kanë dalë, që ishin të listës Guzat e Vjosa Osmanit, pra për të zëvendësuar ato zbrastirë që kanë betë me largimin e disa spoku dy deputetëve që kanë qenë nga rrotë e vetëvendosjes që kanë shkuar me zonjën Osmanit. Kështu që po mundohet, si më thonë, ato zbrastira për me i plotësu me personin Vjalmir, mirë po me disa persona tjerë, cilët duket që Kurti ka shigjetuar që mund të sjellin vota. Tashmë sot do të jenë produktiv dhe sot do të përkthejnë këtu në rezultat mbetet për të parë. Por unë besoj që nuk do të ketë situash ndikim të madh, impakt të madh, sepse njerëzit tek e fundit mund të respektojnë si person, mirë po ku jam puna te vota votojnë dikë tjetër. S'po ku të ne kështu ka funksionuar, edhe shto faktin këtu që pjesa dërmuese në Drenicën me Partinë Demokratike dhe nuk e ndryshojnë ata votën, pavarësisht se kush mund të jetë imagjinata e kanë rrëzuar djalin e Hamzi Asharit e nuk po herëzojnë Albin Kurtin atje. Një tjetër surprizë edhe më e madhe, pavarësisht se u mor vesh prej disa ditësh, ishte edhe Vjosa Osmani që tani është në krye të listës së LDK-s. Kjo sfidë ka qenë përçarje aty, po ju mendoni që do ketë më shumë përfitim apo